Përshëndetje gjithëve miq, takohemi në Albania Newscast në episodin ton të radhës. Ju falenderoj fillimisht për gjitha ato komente, gjitha ato reagime që keni dhënë edhe në puntatat e kaluara dhe në video që kemi prodhuar. Do kemi padyshim edhe video të tjera që lidhen me aktualitetin, por jo vetëm. Ditën e sotme do flasim padyshim për gjithë ato zhvillime intensive që po përballet vendi, zhvillime për të cilat disa thonë që janë epokale, por ka edhe ata që janë skeptik dhe thonë që mund të shuhen me kalimin e ditëve të verës. Pikërisht për këtë, por jo vetëm dhe për çështjet e tjera do flasim në episodin e sotëm, ku kam kënaqësinë të kem ish deputetin, ish ministrin, zotin Arben Malaj, por gjithashtu dhe një akademik i njohur. Zoti Malaj, faleminderit, kënaqësi që të kam. Faleminderit ju për këtë shërbim publik. Faleminderit shumë. Opinioni duhet të njoh alternativa të ndryshme, këndvështrime të ndryshme. Patjetër, besoj do bëjmë një bisedë të bukur, shtruese dhe padyshim edhe krahasuese, siç ju dini ta bëni. Futem më një herë në temë ajo që është ngjarja e këtyre ditëve të fundit, e këtij muaji, e këtij viti, e sigurt që është e këtij viti, por është epokale apo jo? Protesta që ka filluar dhe që po vazhdon. Shiko, çfarë ka të veçantë që mund të bësh një vlerësim të veçantë kjo protestë? E para rrëzoi miti dhe na ktheu krenarin që shqiptarët nuk janë një popull i nënshtruar, që vetë pranojnë nënshtrimin dhe nuk reagojnë ndaj asgjëje. Domethënë, përveç protestës për armët kimike, kjo është protesta më e madhe, është protestë paqësore, është protestë ku dominon pjesëmarrja e të rinjve, gjenerata Z, është protestë që ka fokusin nga ardhmja, jo thjesht nga e shkuara. Dhe për ta dhënë këtë simbol, domethënë unë dalë e mbështes, nuk më takon të jem protagonist, ajo unë mbetet vetëm protestuesve dhe sa më larg ndikime direkte ose indirekte të partive politike. Duke na kthyer fokusin te Shqipëria e re, krijon dhe shpresë. Kështu që për këto specifika që ka kjo protestë paqësore, addash, me fokus të qartë, hapi parë, rrëzimi i gjënjes aktuale deri në dorëheqjen e kryeministrit dhe sidomos një fokus të ardhmja që duhet ta sqarojmë më mirë çdo të thotë Shqipëria e re. Pikërisht se. Po. Kështu që duhet të themi edhe këtë gjë që nuk është protestë që është një shpikje shqiptare. Ju i keni parë zhvillimet pas rënies murit Berlinit, po sidomos zhvillimet që u bën në lindjen e mesme është një protestë e tipit pranverë arabe. Çfarë ka të mirë? Pranvera arabe tregoi që rrëzoi edhe mbretër që kishin pasuri me miliarda dollar dhe nuk u vletën për asgjë, as Saddamit, as Gaddafit e të tjerë. Pra, ky vrull i rinor është aq i fortë sa e shëmb pengesën. Problemi është që unë si shqiptar jam i shqetësuar që çfarë do ndodh më pas. Nëse do marrim rastin e pranverës arabe, ai është suksesshëm kur rrëzoi. Por proceset për të ringritur këto shtete kërkuan shumë kohë, shumë kosto dhe akoma nuk kanë arritur të kenë një menaxhim sa më të mirë. Çfarë detyrimi del? Në vend që të zihen në podium se kush duhet flas, duhet të kenë një grup. Duhet të kenë një grup ka plot Shqipëria, të rinj të talentuar. Absolutisht, unë mbi dakord, absolutisht. Dhe le ta ndajmë 7 kolona, reforma kushtetuese. Çfarë objektiva ka? 1, 2, 3, 4. Kundër hyet. Ndërhyet në kushtetut, në nenin kaq, paragrafi kaq, është bëhet, se ne tani kemi qeverisur. Çfarë duhet? Në aspektin e, po them, të investimeve të huaja, që kërkohet një ligjëri. Do ta heqim statusin investitor strategjik? Po, ajo kërkohet. Që ka detyrime, jo, po, ka vënë detyrim BE-ja. Dhe kryeministri duhet të jetë më i sinqert, thotë, jo, do ta heqim se s'na duhet më. Si s'të duhet më? Nëse s'të duhet më përse e bërë. Do ta vënë kushtëzim që mos na dosi me bankers dhe kompanitë të tjera që i kanë qendrat e kompanive që veprojnë në Shqipëri, jo qendrat e kompanisë globale që mund të ketë ajo dhe një degë Shqipëria, jo, atë që prodhohet në Shqipëri, sepse në kushtet e investimeve të huaja që kanë status investitor strategjik dhe sidomos dhe i kanë qendrat offshore në parajsat fiskale, që në fakt janë gropat e mëdha buxhetore, do të vendosim që edhe të jenë në ligje me shumicë të cilësuar. Pra, do na duhet reforma për barazinë e mundësive, nuk është një fjali. Vendet përparojnë nga barazia e mundësive. Çdo të thotë barazia e mundësive, po filloj nga Vlora. Vlorën e konsiderojnë gjithmonë domen socializëm, mos u merrni fare se është socializëm. Okej, është vullneti i popullit.
Por vullneti i popullit nuk është që ti pjesën tjetër, ndërmjet patronazhistëve tu, të promovosh njerëzit e paditur, të promovosh njerëzit e babzitur, të promovosh aktualisht. Lë jashtëpërfshirjes në sfidat e qytetit të Vlorës dhe në të njëjtin koncept dhe të Shqipërisë, gati 45% të shqiptarëve. Pse duhet një njeri vlonjat i talentuar, thjesht se nuk është me Partinë Socialiste, të ketë më shumë vështirësi për të përfshirë edhe në sektorin publik, po edhe në sektorin privat. Sepse problemi që kanë vendet me demokraci hibride, dhe ky rast është trajtuar edhe në Itali, politikanët nuk kanë në kontroll të sektorin publik. Politikanët komandojnë edhe sektorin e biznesit, të merren punë atë mos e merren punë. Dhe aty ku vritet barazia e mundësive, ai vend është i destinuar të vuajë. Po tjetër profesor, të protesta çfarë duhet bëhet? Pra duhet kalojë tek ky niveli tjetër, thonë ju, që të mos ndodhi ajo që ndodhi në vendet e Afrikës Veriore, vendet e lindjes së mesme, vendet e tjera. Pra të jetë një grup i cili të kalojë dhe të jetë gati për fazën tjetër apo jo? Unë them ky grup, kudo unë kam dëshirë të shërbej vendit tim, nuk ka nevojë të ketë, si të thuash, detyrim për të pasur të angazhohet për një përfitim. Jo. Por unë e njoh reformën ekonomike dhe financiare të vendit tim. Ne duhet të bëjmë për shembull, a e pati ministri i financave që i tunde letrat në dorë një deputeti, kryetari një partie që ti ke 17 kompani të pjesëtarët të familjar. Po, seancën e kaluar. Si mund ta kërcënosh një deputet? Ai informacion nuk jepet nga ministri i financave. Por ministri i financave me aksesin që ka të aty në dogana nuk mund të marrë të dhëna që janë personale dhe t'ia tunë në surrat një deputeti vetëm për ta mposhtur atë dhe për ta denigruar. Kështu që duhet të ketë për shkakun problemi më i madh që ka edhe BE-ja, e kam dhe unë, është mungon llogaridhënia dhe transparenca. Si ka mundësi që kontrolli i lartë i shtetit është institucion kushtetues dhe pengohet nga qeveria të kryejë kontrolle. Ai sa kryetari saj i KLSH detyrohet të kërkojë ndihmë ndërkombëtarëve, kur ai është detyrim kushtetues. Unë kam qenë ministër finance, kur vinte kontrolli i lartë i shtetit, takimin e parë bëndë me ministrin, kryetari vetë. Në prani ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Financës dhe ai më thoshte që ka ky moment, është ky plan kontrolli, unë e merre e shikoja, japë sekretari i përgjithshëm, i liroja zyrën, se është detyrë e institucionit, sa ta punojnë edhe 3 muaj dhe 4 muaj. Po. Pse kemi bërë hapa pas? Si mundet? Unë i kërkoj institucione financiare, unë i kërkoj ministrit të infrastrukturës, zotni, kush i vodhi 8.5 milion euro të garancisë për ofertën. Thonë e kemi hequr me vendim qeverie. Si heq ti? Kush je ti që taksat e shqiptare ja fal dikujt tjetër? Sepse ai kur është futur në garë, çdo kompani duhet të lë garanci për ofertën, se nuk bëhet tendis si do qefin kompania. Unë vi, po nuk më pëlqeu dhe unë të rriqem. Do paguash një penalitet se vonohet 6 muaj procesi portit, që është port strategjik. Do flasim për të, po duhet ta marr hapasapi për protestën. Pra, të krijohen grupe. Po. Me platforma online, me çështje konkrete. Kush është për politikat bujqësore? Kush është për politikat industriale? Kush është për reformat kushtetuese? Kush është për reformat në drejtësi? Të marrim modelet më të mira, të s'ka nevojë. Mjafton një njeri që ka kredibilitet të jetë ai që merr feedbacku, dhe unë jam i bindur, kam gjithë ata shqiptarë jashtë Shqipërisë që më shkruajnë. Duam ta ndryshojmë vendin tonë. Punoj me kompanitë më të mëdha të fondeve të investimeve. Kam bërë universitete më të mira në botë. Kanë kredibilitet se janë promovuar në bankë botërore, në FMN, në IFC, në kompanitë e konsulencës dhe duan vendin e tyre. Pra, do të ecë paralelisht, nëse nuk duam që të ndodhemi si në rastin e pranverës arabe, këto grupe pas një lloj synimi për përfitim të promovimit politik apo të akseseve në para, ata duhet punojnë me shpirt. Këto dokumenta pastaj pasi mblidhen, bëhen draft për opinionin publik, për gjithë opinionin publik shqiptar. Dhe ta ndihmojmë që kur të vi puna, se puna do vi si tek ndryshimi i kushtetutës. Që vajten 140 deputet se thonë të blokon Rama. Nuk blokon dot Rama, si nuk blokoj atë drejtsin. Sepse ai thotë bëra unë, po ti di shumë mirë se gazetari ishin 140 veta. Absolutisht. Për ata që nuk e mbajnë mend, ambasadori amerikan atë Donald Luke ka bërë një protestë një ditë para votimit dhe protestë që të miratoi në të kundërt do kishte probleme. Jo vetëm ata që nuk e mbajnë mend. Jo vetëm atë, dhe ne duhet jemi mesazhet e disa deputetë që nuk donin e tjerë. Jo, mesazhet me SMS në orën kaq, në datën kaq para votimit do të paraqitesh në ambasadën amerikane. Po.
atyre jepnin profilin e tyre që kishin në database-in amerikan dhe pastaj thoshin vazhdoni dhe absolutisht. Shumë e saktë. Dhe ishte edhe BE-ja, nuk ishte që Amerika reformë drejtësie kishte si thuaj, ajo ishte partneri strategjik, kryesisht për SPAK-un, por reformën e tërësi që ka dështuar në mënyrë më të poshtë, do flasim, do t'i marrim më pas sapi. E asistonte nga afër Bashkimi Evropian. Duhet të kthehet më pas në një parti politike, zoti Malaj, apo jo? Kjo lëvizje duhet të ketë ky qëllimi final apo jo? Shiko, mua më pyesin shpesh studentët. Jam i djata, duhet të merrem me politikë, jam i majta, duhet të merrem me politikë. Nuk ka rrugë më të drejtë për drejtë, nëse ti ke integritet dhe dashuri të shërbesh vendin tënd se politika. Se ti mund të bësh protesta sa të duash, por nëse nuk arrite që me veprim politik të bësh ndryshime kushtetuese, ndryshime institucionale, protesta nuk arrin shpresën që shpreson shqiptarët. Dhe nëse protesta dështon dhe vret shpresën shqiptare, nuk e dim se kur ajo rikthehet prapë. Prandaj është përgjegjësi e madhe atyre që e kanë nisur protestën dhe duhet mendojnë mirë se çfarë ndodh në të ardhmen. Ti ndonjë gjë kam thënë dhe unë. Tashmë dhe ata kanë përgjegjësi sepse i kërkuan njerëzit. Njerëzit shkuan, tani vjen hapi i dytë. Po kemi edhe një mësim që edhe ju edhe unë e kemi thënë. Nëse partitë e vogla në zgjedhjet e fundit parlamentare do kishin dalur jashtë gëçmoçeve të tyre dhe do kishin bërë një grup politik ku janë bërë 10 maj dhe të djathtë, do kishin marrë vota sa do dominonin marrëveshjet për qeverisje. Absolutisht, jam dakord. Unë kam një gjë duke lexuar. Këta shpesh thonë, po si mund të bashkojnë partitë e majta dhe të djatha, partitë të ndryshme? Ka një mision. Kur Cameron ishte kryeministër i Anglisë, mori në koalicion edhe një qeveri të djathtë, por që ishte ekstreme, gati 90% kundër programit të tij. Dhe i thanë, si ka mundësi? Ju su përputhen programet. Jo, tha, ne kemi marrëveshjen sinqerta. Pra aq kohë sa majorancën e ka mundta, do zbatohet programi i partisë time. Nëse ta arrin të bëjnë majoranca, unë jam i detyruar të zbatoj programin e tyre. Por vendi ka nevojë për qeverisje. E qartë. 35 vjetori i Partisë Socialiste. Si e ka parë Arben Malaj, një nga njerëzit më me influencë, madje ndoshta njerëzit nuk e din, po e them unë, emri juaj në disa momente është përfolur edhe si kryetar i kësaj force politike. Çiko, është një zhgënjim i madh, dhe unë kam komunikuar. Kam komunikuar me Çuçin, edhe u tregoj sinqert, mungesë vëmendje. I thash, shiko, unë kam Vendi Çuçi. Po. Edhe falenderoj, edhe me Piron kam folur. Unë nuk kam probleme individuale me asnjë, s'kam të kem. Por, kur je i deleguar, ti e di shumë mirë, gjëja e parë që bën i deleguar, ku ka një 35 vjetor, i kërkon të sjellin listën e të ftuarëve dhe të vlerësuarve. Sidomos ata që do vlerësohen. Dhe sidomos ata që do ftuar patjetër. Dhe unë kam qenë nën kryetari i parë i Partisë Socialiste Vlorë në 91. Unë kam kandiduar nën terrorin e Berishës, kandidat për kryetar bashkim Vlorë në 92. Fituam mandatin e parë dhe mandatin se ishte me 2 raunde dhe kontrollonte më mirë demokracinë. Ushqyen vota. Çrëndsi ka. Unë nuk kam kandiduar dhe nuk do kandidoj edhe në 2027 si kryetar i pavarur i Bashkisë Vlorës për karike. Unë do të afroj një mundësi, të bëj një model që të rritet barazia e mundësive. Unë jam ekonomist. Do ndalemi dhe aty. Po. Tani, u lan jashtë protokollit, u lan jashtë vlerësimit të gjithë ata që nuk pajtoheshin ose ishin kritik me frymën e Ramës. Edhe zoti Petro Koçin fier, edhe ishte i mërzitur, i zhgënjur. Patjetër, dhe ka shumë të drejtë, sepse edhe këtu mund të vi pak keq vlonjatëve dhe unë s'dua t'i provokoj se dua votat e tyre. Por realisht, kryeqyteti i socialistëve në periudhën e opozitës së ashpër të Berishës ka qenë Fieri. Unë nuk e di se ju nuk e mbani mend, por rrahja e parë e socialistëve është bërë në Libofsh. Me dhunë dhe ka marrë lajmet ndërkombëtare. Në Petro Koçin, unë kam mik dhe respektoj për integritetin e tij, bashkë me Ladi Sheun, që ishte kryetar dhe sekretar të PS-s, policia në 97-ën, a 96-ën do ta ndaj mirë, i mori, i futi në qeli dhe u qethi kokën. Mendoti. Dhe ti nuk e pa imagjinueshme. E pa imagjinueshme sot. Dhe ajo që ishte më pozitive është që ai që qethi kokën, erdhi pas 97-ës deputeti i PD-s në parlament dhe Petro Koçi asnjë nuk e ktheu në një sherr personal, po ajo është historia, ai bëri atë krim të mbaj përgjegjësinë, unë kam këtë detyrim. Dhe lënia është tyre. Unë Abida për shkakun që shoku Gramoz, është shoku Namik, është shoku e Tem,
dhe shumë të tjerë, edhe Saimi Apino, që meritojnë plotësisht, si s'përmendën një nga ata që s'kish përfshirë në listë, që të thoshin, o socialistë nderuar, këtë parti e ngritëm bashkë dhe me këta, 1, 2, 3 dhe i falenderojmë. Mua kjo më shgënjen. Ç'është ky vetë kontrolli i tepëruar, sa pranon të mohosh dhe shokët e tu, që kanë qenë bashkëluftëtar, dhe me një dekorat dhe vetëm i thu lavde, njëri nga këta nuk e di, se maj me mund i thoshte pjesëmarrëse, aman ju lutem shumë mos na i lodhni kryeministrin, aman se vetëm ky do na çojë në Europë. Nuk do të mbri njeriu deri këtu. Gjithçka në jetë është integritet. Po pësën si e shikoni, 35 vite shumë u bën pushtet, për i të së vërtetës. Disa thonë që është merit e Ramës totalisht, disa thonë që është një strukturë e fortë, janë të ndarë. Disiplina, debati i vjetër. E para unë e ndaj në 2 pjesë. 1991-2005. Partia politike që bëri misionin më të vështirë në tranzicion, që transformoi një parti ish parti e punës në një parti socialiste, europiane, ku dominonte mendimi i lirë, ku dominonte mendimi kundër dhe ku dominonte karriera me merit. Pas 2005-s, gjithçka u fshi. Kështu që deri në pjesën kjo, kur më pyetën për unë lajmërova para 2 javësh publikisht që unë kur nuk do të pranoja një vlerësim publik nga Edi Rama dhe dhash edhe 12 arsye. Por thelbi ishte sepse Rama me babzim për pushtet absolut dhe të përjetshëm, toleroi dhe bashkëpunoi me krimin në ekonomi dhe në politikë. Kështu që unë këtu i ndaj. Sepse u zhduk mendimi i lirë, dhe unë kam bërë debat që ditën e parë me të, që Partia Socialiste është në gazeta, nuk është një repart ushtarak. Filloi mos flisni, mos bëni, fikni telefonat, vuri atë shërbimin, bllokimin e telefonat. A thuaj se ne ishim në një grup terroriste dhe do na zbulonin shërbimet e tjera. Pastaj prishi vlerësimin. Ne rinim, ju e dini se ke ndjekur, ne rinim edhe bënim votime me balotazh. Po më kujtohet. Për të zgjedhur njerëzit. Që ose Rama përdori sistemin personal, i ka bërë një dëm shumë të madh se historia do mbetet e shkruar. Edhe shoku Hamdi Jupi këtë thoshte. Do na zën gjunat që ose nuk lëm të shkruar se çka ka ndodhur në historinë e Partisë Socialiste. Atëherë, si ka mundësi që ky njeri mori, promovoi në mënyrë individuale, pas një test, pas një filtr individ për kryetar bashkie dhe deputet që dolën të kriminalizuar. Kjo më dhëm. Sidomos 2013-2017 ka qenë... Po doli ligji, po. Do me thënë, kur të bëhet analiza se ky ligj ka që mirë që synoi dekriminalizimin e politikës shqiptare, do dalin dhe statistika. Sa prej tyre dolën nga PD-ja, sa nga PS-ja, sa nga partitë e tjera. Është një turp historik që Partia Socialiste do të jetë në krye. Që promovoi kryetar, bashkie, deputet në poste të rëndësishme. Ja u priste mendja zoti Malaj kur zoti Rama erdhi në Partinë Socialiste në vitin 98 që do shndroi në një lider të tillë ose si u duk në atë kohë. Cila është metamorfoza e tij? Ju e keni parë me shumë vëmendje. Hyri në politikë kur erdhi për vdekjen e babait. Dhe unë kam qenë për ngushëllim me Nanon, Blushin dhe 1-2 kolegë të tjerë. Rama gjithmonë ka qenë njeriu që ka dashur vëmendje duke qenë kritik. Dhe është shumë i pushtuar nga ethet për fokus, për mitizim mediatik. Dhe Nano kishte një parull që këta që kritikonin, thoshte okej, mirë, po gjithë jashtë e Shqipërisë, unë do t'i pastroj. Dhe me këtë parimi tha dhe ati, hajde, do t'i të bësh diçka ndryshe, hajde në qeveri. Debati mi parë me Nanon që ai mori vesh dhe pasaj më luftoi është që unë nuk e mbështes. Dhe Nanon tha, si ka mundësi, i thash, kryeministër, ky nuk ka asnjë qelisht shtetëformuese. Dhe mbani mend Ramën me sopat dhe Ramën me dinamit. Dhe Ramën që me gjyqe që kemi humbur ne, për shkak të akmarrjes të primitive midis mediave apo bizneseve. Begeti një prej tyre. Një prej tyre po grupe madhe, po s'është vetëm ajo. Kështu që nuk ka qelisht shtetëformuese. Ka edhe pjesën mediatike. Por pjesa mediatike në analizën që u bë leadership-be, ajo karizma, nuk është garanci që ky njeri do jetë një drejtues i mirë. Ky njeri mund të fitojë zgjedhjet. Zgjedhjet i fiton edhe në veri me 99%. Problemi është për çfarë ka përdorur pushtetin. Pse e bëri Partinë Socialiste parti antikushtetuese. Sepse në kushtetutën e vendit tonë, po dhe në të drejtat universale, të kartës universale të 1215-s, liria e mendimit të lirë, liria e mendimit ndryshe,
janë thelbësore, nuk synojnë, i ka dhe kushtatuta e vendit tonë. Tani një parti politike, nëse do shkojë në gjykatë, e do thotë statutin e saj, unë nuk e lejoj mendimin ndryshe, unë do ta mendimin e lirë, unë do ta vras mendimin ndryshe, unë nuk njoh garën, unë jam i bindur që një gjykatës me formimin e kushtatues nuk e regjistron, ja kthen. Siç ka ndodhur në Gjermani me partinë e djathtë, ADF-n. Po. Kështu që ai e ktheu në një parti antikushtatuese. Ndërsa varrin e vërtet demokracisë shqiptare ja bëri në marrëveshjen me Berishën në 2008. 2008 ku, ku edhe sot të gjithë e pranojnë, por kemi qenë shumë pak veta që se kemi votuar. Ka qenë Mustafaj, Nano ka ikur, unë s'kam votuar. Petro Koçi ka qenë të kujtohet. Zoti Meta. Dhe tani po, dhe tani thonë që është gabimi më i rënd. Po mi mos zotni. Ti një gabim që vret 20 vjet nga 2008 deri në 2028 në demokracinë e brendshme të partie politike, që është parakush për qeverisje, nuk ta ka njëri borxh. Nëse ti je jetur për pushtet absolut, atëherë ti nuk je më një kryeministër. Ti je një mbret kryeministror, biktim e çatemun. Instinkte freudiane. Për ata që na ndjekin, si funksionon Partia Socialiste, zoti Malej? Si ka mundësi një strukturë e cila duket e pamposhtur të paktën edhe nga shumë kolegë gazetarë analistë thonë që edhe po tiki Rama, pse nuk zbret në 70-71 mandate. Po lemo çaton ata tani sepse ata Jo dua mendimin tuaj. Jo, shikoj. Para një herë un kam dhe një, duke pat parasysh dhe profilin tuaj ndërkombëtar në asociacionet e gazetarisë. A dini ju sa nga këta analistët me betone, me berate, me të tjerë, paguhen nga paratë e investitorëve edhe bizneset shqiptare me patjetër bizneset as e ka njohur. Sigurisht që është influenca e zyrës së marrëdhënieve publike dhe vetë Ramos që më duhen këta që të deformojnë. Disa prej tyre paguhen dhe nga televizioni shqiptar me projekte apo me ashtu me stazën këshilltarit. A u tronditet ju kur u mor vesh? S'kam gjë me Rion Velien, për mua ai duhet konsiderohet me statusin e të padënuarit, por 36 këshilltar, vetëm në ushtrin e Tiranës. Sa për tyre kishin faqe sociale që përdonin për të krijuar mitin e Rionit, dhe ajo filozofi e dëmtoi atë, se ishte një politikan i vlerësuar që të kishte një karrierë të mirë, por kishte shpirt keq. Sa për tyre kishin rrjetet sociale që na sulmonin ne? Ndodh kjo në një vend tjetër? E provoi kancelari austriak dhe Deshvajtimburg. Ngriti një strukturë në qeveri që i thoshte sekretari përgjithshëm i Ministrisë Financave të Austrisë, u thoni kompanie publike të mbështesin ato media që ngrën lart leadershipin e Kors. Kors la partin, la kancelarin dhe u rrezikua shkonte në Burg. Sepse ishte një nga yjet më premtuese I të djathës. I të djathës në Austri. Ishin figurat e reja. Edhe shumë mirë. Jo, deri në Europë. Edhe ishte në moshë jashtëzakonisht shumë të re. Kështu që ne kemi si thuash gropa të mëdha në funksionimin tonë demokratik. Që një lider i cili ka qëllim vetëm të ketë pushtet absolut dhe të pakufizuar, i do këto gropa dhe i thellon këto gropa, që demokracia të pengohet. Nëse ka këto ndryshime të mëdha nga protesta e tjerë, ikën Rama, si e shikoni të ardhmen e PS-s? Një ditë do ikë Rama, ase të gjithë thonë nuk ikën, po është procesi më demokratik që t'iki një ditë. Shiko, unë nuk besoj se socialistët shqiptar kanë qenë më militantë se socialistët Pasokut, që kishin si Perëndia Andrea Papandreou, apo jo. Greqi. Që i dhamë vlerësim maksimal si Mitisit e tjera. Por korrupsioni, pushteti absolut të korrupton në mënyrë absolute, e greu Pasokun aq shumë, sa u përça aq shumë, sa arriti të ishte një nga partitë 3 ose 4 nga një parti që bëri historinë e Greqisë, se Andrea Papandreou isha ai që erdhi nga Amerika dhe e futi Greqinë në BE, edhe kishte edhe shpirtin social. Që ne nuk do prekemi nga një risk dhe unë kam vite që e paralajmëroj. Që PS-ja pas një krize do përçahet nëpër grupe dhe duhet kohë të rikthehet. Po pse Edi Rama ka këshilltar Tony Blairin dhe unë ndjek zhvillimin e tij politikan, më pëlqen të jemi ditur në vendin tim. Tony Blair vetëm për një sherr me ministrin me mosmbajtjen e një premtimi moral. Se erdhi bashkë me Gordon Brown. Gordon Brown thanë ne jemi laboristët e rinj, apo jo. Dhe thanë, Tony Blair i tha 10 vjet unë, pas asaj ti. Vetëm për këtë që nuk mbajti, u fut në krizë. Dhe laboristët ndënjën jashtë shtetit, në opozit, pas Blairit, për 13 vite. Dhe e larguan 2 vite para zgjedhjeve, 2007-ën,
Edhe sollën Gordon Brownin Po, si që është një nga kryeministër. mendjet e ndritura të financa publike në botë, jo për të. Kush e rrëzoi Thatcherin? Njerëzit, ajo iku duke qarë apo jo? Po. Zonja Hekurt. Përse e rrëzuan? Partia. Jo, po përse e rrëzuan? Po. Sepse i thanë, zonjë, ti ke reformat e tua, dhe e thoshu nuk të riqem nga reformat e mia. Zonjë, po vdes populli, është populli kundër, ke reforma shumë të egra, antisociale, dhe ne nuk futemi në konflikt me popullin britanik. Kështu që ti do ikësh. Kush e ashu Kolin? Bia ti politik. Helmut Kohl, po. Merkel, çfarë Angela bëri? Merkel. Sa po mori pushtetin, duhet i rëzonte mitin. Siç thot Rama, duhet vrasësh babain politik. I dorën hetimin për financimet, apo jo? Po. Dhe ai burr, aq fisnik, u rrezikuan deri në burg. Dhe tha, ata që më kanë financuar, jo mua, partinë time, tha, e kanë bërë në besën time. I merrni gjitha titullat, më çojnë në burg, unë nuk i them. Pra, rrëzimi vjen edhe nga brenda. Por këtu ne jemi në një situatë politike që ka përshkruar shumë mirë Seneca, filozofi italian, që pak janë sklever të vërtet, shumica janë sklever vullnetar. Ne sundohet parlamenti jon nga gjitha krahët edhe nga PD-ja. Do flasim pak. Nga manikinët politik, nga ata që me të drejt ndjen detyrim se i ka promovuar vetëm ai, i ka marrë, i përdor, i ka futur në parlament. Po si të votojë Zeqineja kundër Ramës? E mendon do ti? Po kemi një surprizë, Mariana Koçeku në Shkodër u largua, madje po tregoj dhe luftarake. Po. Po e ke parë se çai kanë bërë? Jep mandatin, dorëzon mandatin. Po ofendimet pa fund. Pa fund. Po si ka mundsi një student im, që ka qenë student i mirë, që është rritur jetim, që është drejtor në një institucion, në orarin e punës, fillon edhe sulmon atë në mënyrë më barbare. Si ka mundsi që ajo që Rama tha kjo do jetë udhëheqësja e ardhshme e partisë, bën gjithë atë fletrufet digjitale kundër asaj. Shiko, këtë qëndrim, këtë debat është bërë kudo. Është bërë deri në Venecia. Një deputet që merr mandatin nga një parti politike, duhet ta lëshojë atë kur ikë nga një parti politike? Jo. Sepse që të bëhesh deputet, nuk mjafton vetëm të kesh fituar në zgjedhje. Është e shkruar në rregullore, në kushtetutë që deputeti e merr mandatin vetëm pasi bën betimin në parlament. Dhe betimi nuk ka asnjë fjalë për partinë. Ata përbetohen me lot në sy se do i shërbejnë vetëm Adeu dhe vetëm popullit shqiptar. Në momentin që kjo deputet e thot, brenda pjesës që unë jam në PS, nuk e shoh që ti shërbehet Adeut, unë nuk i shërbej të njerëzve të mi, përzgjedhjet janë personale, po janë personale, atëherë unë po ka dal. Dhe ka ndarë Churchilli, që është modeli që mua më inspiron, që thot, për partit, unë nuk i shkëmbej parimet. Për parimet i shkëmbej partit. Kemi shembuj, nuk ka nevojë të bëjmë zgjidhje, nuk ka nevojë të bëjmë ta godasim më forcat, ti themi je mos më njohë ke shkelur. Kush e ndan? Se do un kam qenë në zgjedhje, thonë njerëzit, ti ke marrë shumë nga PS-ja. Po kush e ndan sa i kam dhënë PS-s kur mbylla skam perëndar në kohë më të shkurtër dhe arrit në 600 milion. Kush e ndan që dhe kur jam goditur me sniper, për të ndalur shpërbërjen skam perëndale që vendi të vazhdonte drejt një lufte civile. Kush e ndan sa pik i ka dhënë Bashkim Fino dhe unë së bashku kur dolëm si dy të rinj në krizën e 97-s. Kështu që nuk është kjo. Ose dëgjoj deputet edhe Rion Braçën, kam respekt. Po ne nuk i nxjerrim në pazar ato problemet e shtëpisë. Po mirë zotni, kur diskuton në parlament ti dhe opozita përballë njëri tjetrit, pse i nxjerrin në pazar problemet e Shqipërisë? Pra, ka një lloj arsyetimi jo të justifikueshëm që gjejnë thënie të caktuara popullore, sepse nuk ka mundësi që kryetari i Bashkisë Lezhës që e njoh e respektoj Pierinin, nuk ka nevojë të bëjë gjitha ato postime me mesazhin e madh që nuk përmbyset kupa aty ku ha bukën. Nuk e di, se ndoshta kësaj ja kam përmbysur më para kupën këta, duke mos e respektuar si deputete. Flitet që ka patur kritika shumë ndaj saj në mbledhjet e grupit parlamentar. Ne nuk duhet ta vrasim diçka të re, një model të ri. Janë të shpeshta modelet. Shumë modelet e votimit bashkë demokrat dhe republikan, për problemet e zonat tyre gjëja më shpesh që ndodh në Kongresin Amerikan dhe Senat. Ore partia është partia. Unë jam kur kam vajtë për të marrë mandatin dhe është i drejt për drejt, jo i deleguar si këtu. Unë kam thënë që kjo do bëhet. Tani nëse ti më pengon ta bëj këtë, ata bllokojnë buxhetin. Më plotso premtimin që kam dhënë pasi jam konsultuar me aty sekretar partie,
që unë do t'jap votën për këtë që ti mund të bllokohesh. Zoti Malaj, do flasim pak edhe për Partinë Demokratike. Duket sikur dy partitë mëdha shqiptare, ato që janë dhe drejtueset dhe si përfitueset, si përgjegjëset për gjithë problematikat që ka vendi, duket sikur janë e njëjta gjë. Pra nuk është ana tjetër e monedhës, por duket sikur është vetëm një anë e monedhës. Pra kemi zotin Rama i cili me një diktat të fortë e kontrollon PS-n, e njëjta gjë po ndodhet e PD-ja. Por dua komentin tuaj në gjithë evolim të gjatë që ka dhe kjo forcë politike, që ju e keni parë që në hapat e parë dhe ende e shikoni. Shiko, ajo që mua më trishton, në ato që bëri shumë gabim Rama, është fakti që nga 91-shi deri në 2005, çdo politikan kërkon të krijojë trashëgiminë e tij politike. Dhe Partia Socialiste ishte një parti hapur, parti e debatit, KPD-ja, njerëzit flisnin, kritikonin, konkuronin, dhe ishte edhe si model inspirues. Se për shembull, trashëgimia zakonisht trashëgimia politike fitohet pas vdekjes. Po nano, duke qenë se u tërhoq nga politika që në 2005 dhe zhvillimet pas 2005 ishin negative, njerëzit edhe të PD-s, edhe njerëz të ditur, edhe njerëz të thjeshtë, edhe socialistë thjeshtë, edhe antar Partisë Demokratike të thjeshtë, të majtës dhe djatës, i jepnin nanos atë respektin e një lideri demokrat. Në këtë aspekt, Partia Demokratike gjithmonë ka qenë një promë private e Berishës. Ka pas shumë personalitete të cilët në një mënyrë ose tjetër janë larguar, disa janë rikthyer, por asnjëherë nuk janë bërë më, si thua, ajo bërthama dominuese për ta demokratizuar Partinë Demokratike. Problemi që është me Berishën, mua akoma më do një shpallëtot nga akuzat e tij pafund, është që, okay, nga 91-shi deri në 94 bëri disa reforma me kosto. Nuk mund t'ja mohoj dot. Mund bëj analizë historike, nuk bëj analizë personale. Liberalizoi çmimet, që ishte tmerri. Liberalizoi kurset e këmbimit, liberalizoi tregtinë e jashtme, bëri disa reforma të cilat ishin të imponuara, por mori përsipër t'i bënte bashkë me ekipin e tij të ekonomistëve. Kështu që duke bërë këtë reformat janë si ilaçi, kur e pjesh i hidhur, por nuk shërohesh dot pa të. Dhe pagoj kosto. Dhe ju e dini shumë mirë që në korrik 92-shit, Partia Socialiste ishte në avantazh në zgjedhjet e pushtetit vendor. Dhe në këtë aspekt pasaj Berisha nuk ishte i përgatitur si lider dhe nuk është kuptonte që do paguash një kosto. Mund të ikësh po kredibilitetit të sjell prap. Dhe pas kushtetutës, ndryshimin kushtetuese që kërkonin ta kthejnë një republikë presidenciale në duart të një njeriu që duke që ishte, si të thuash, i rrezikshëm për individët kundër tij, duke filluar që nga kryetari i gjykatës atëherë quar artist në Zebrozi. Dhe pas 94-s, totalisht e gjithë struktura, polici, tatime, dogana, shërbim sekret u vun në armiqësi me pjesën tjetër të popullit, që ishte shumë e madhe, dhe kjo na çoi pasaj te 97-a. Bile, nëse më lejon, tani që Rama flet për grupe armiqësore, për shtete armiqësore, po të googloni pak dhe të shikoni kam parë. Diskutimet e PD-s. Gazidete kreu i shik në atë kohë. Po, Greqinë bën përgjegjëse, bënte në kohë. Jo, kryesore përgjegjëse bën CIA-n. Është projekti CIA-s amerikane, është projekt amerikan inspiruar nga lobi grek në Amerikë, me idenë që një vend si Shqipëria që synoi të futej deri në luftë civile, këtu është merita jon, ne ndërprem atë trendin që kishë marrë nga konflikt civil në luftë civile. Dhe unë do të falenderoj gjithë demokratët e veriut që nuk pranohen të pajiseshin me armë dhe të vinin dhe të luftonin me vëllezërit e tyre në jug. Dhe kanë qenë të shumë të. Kanë qenë të shumë që e kanë refuzuar. Jo, aq të shumë sa nuk Berisha nuk e përdori dot veriun kundër jugut me armë. Por tani, cila është trashëgimia që do lë Sali Berisha? Se kjo është në politikë do të lësh një trashëgimi, jo një pasuri. Te pjesa e partisë gjërat i ka të merr. Te qeverisja e vendit në 2009-2013 filloi sistemi i PPP-ve që Rama, Balla, Ametaj, Braçe, unë deklaronim që sa po të vim pushtet, ne do t'i shpërbëjmë gjitha këto. Dhe ndodhi e kundërta, ndodhi rishpërndarja e paras dhe një si të thuash, ngjitës i fort midis Ramës dhe Berishës nuk janë ndërkombëtarët, janë oligarkët e prodhuar nga politikat e tyre favorizuese. Kështu që
Në parti, jo. Në ekonomi, jo. Nuk po merrem me aspektin familjar që mund ta kishte edhe më të qetë duke mbajtur larg politikës. Propozimi me kolegë të Partisë Demokratike bazuar në përvojat e vendeve tjera ishte që po për mbështetësit e Partisë Demokratike, ai është krijuesi i Partisë Demokratike, ai është si thua ikona e Partisë Demokratike dhe në vendet moderne të bëjë një kur ikën nga pushteti, Amerika ka me ligj për president, po votën për kryetarët e partisë. Për shembull, Pasoku e kishte akademinë që i bëri Andrea Papandreous, Mitsotakis dhe këta familjet e tjera i kanë. Ti bëjnë një fondacion, ti vën emrin e tij, ta bëjnë qendër të studime politike dhe trajnime politike, dhe ai do të hap krahun. Është gjunaf që të vrasë shpresën e shqiptarëve, duke vazhduar të thotë që unë i ka vënduar në gryk një fëmijë që ka arritur vetë dhe rrezikon ta mbysi për herë të 4, për herë të 5. Këtë kam dëgjuar edhe nga Indjeri Erturxhej, pra gati babai po vret atë. Po vret fëmijën e tij. Dua kaloj të dy pyetjet të fundit. Lidhen me ekonominë, lidhen me drejtësinë, kanë disa biznesmen të njohur, po paraqiten në SPAK, pritet arrestimi i njëri prej tyre, flitet shumë, ndërkohë janë bllokuar gati 1 milion metër katror ndërtim. Në këto gati një javë nga ana e SPAK, edhe pse nuk po bëhet shumë zhurmë, po janë goditje shumë të forta ndaj disa bizneseve. Dhe nuk janë vetëm të SPAK. Po vinë edhe nga jashtë. Jo, duhet të jemi shumë mirënjohës. SPAK-u po bën diçka të jashtëzakonshme, por ajo që po ndodh në luftën e paras kriminale që ka kriminalizuar ekonominë dhe politikën shqiptare, por presidenti Biden dhe po e vazhdon dhe presidenti Trump në strategjinë e tyre kombëtare përfshin për herë të parë faktin që korrupsioni përbën rrezik real për sigurinë kombëtare. Dakor, do ta çoj deri në fund si pyetje për ta analizuar. Një goditje e këtij niveli, e kësaj magnitude, mund të japi impakt negativ në ekonomi? Ka dalë dhe emrat e 2 bankave në Zvërnes që ishin pronarë të tokës, dyshoj që mund të kenë qenë ato pjesë të transaksionit. Pra një goditje me këtë magnitudë. Do më lejosh ta filloj nga bankat? Nga të doni ju. Unë kam shumë përgjegjësi ndaj vendit tim që sistemi bankar të jetë sa më larg goditjeve dhe disinformimit. Sepse kur do ta trondisësh një vend, pikërisht. Prandaj ja bëj pyetjen. Pjesa më kritike. I kam lexuar të gjitha dhe nuk merrem me bankat në mënyrë individuale, por kam detyrimin profesional të sqaroj që bankat kanë të drejtë të bëjnë investime në pasuri të patundshme si pjesë e strategjisë të qëndrueshmërisë së tyre financiare. Pra nuk janë në veprime kriminale. Po ju them një rast në 97-ën kur më bën letër që Indjeri Tan Santo po blinte një godi në krah të dhomës së tregtisë, dhe është akoma, ka marrë Raiffeisen i Kurushit, më bën letër dhe më thanë ky po bën korrupsion, po blen, e thira i thash, urdhër letrën, dhe më thanë ministër, ishim edhe miq dashamirës. Këtë investim që po bëj sot. Indjeri Tan Santo ka qenë mik me të gjithë. Shumë respekt edhe. I zgjuar, dashamirës, friendly, promovues, financues. Një nga njerëzit më pozitiv. Dhe më tha mua, ata tonë që duan do shikoni se sa do fitojnë ata nga ky investim. Dhe nëse ai ta zëmë bler me 500, tani atje shitet edhe me 5000. Kështu që bankierët janë doktorët e ekonomisë. Këshilla ime për biznesin është asnjë biznes nuk rritet nëse nuk ka marrëdhënie të mira me një bankë dhe nuk ka një bankë suportive. Kështu që ti lëm bankat jashtë saj. Dhe nuk ka më krizë bankare. Këtu mund të futen shërbime sekrete të disinformojnë që do ndodh kriza, do ndodh në Greqi, do ndodh kjo. Jo, nuk ka më krizë të bankave. Pas krizës 2008, nëse një bankë është në rrezik, e merr me një shteti, e blen, e menaxhon. Ka ndryshuar rregullore. Po. E blen me 10 kur qesohet situata shtetë me 12 nxjerrin dhe fitime, bile. Shteti kur menaxhon krizat. I gjithë sistemi ligjor i Bankës së Shqipërisë për licencimin, mbikëqyrjen, testimet, kushtëzimet e kapitalit dhe gjithë parimet e tjera të mirë menaxhimit të bankave është në nivel europian, sepse asistohemi nga FMN, Bankë Botërore dhe Banka Qendrore Europiane. Kështu që shqiptarët të mos shqetësohen dhe unë mbaj përgjegjësi kur them të mos shqetësohen. Kam vetëm një këshill që për njerëzit që nuk kanë formimin e duhur, bankat kanë marrë licencime për të patur fond investime, licencohen edhe bankat. Por depozituesit e vegjël shqiptar që kanë para nëpër banka dhe kur banka i thotë
që shiko, ti këtu merr 1%, po hajte fondi investimi se do marr 7%, unë nuk e di do i marrin do 7, se mund të marrin edhe 17, po mund të marrin edhe 1. Por ta kenë të qartë, parat që kanë në bank i kanë të siguruara nga shteti shqiptar. Bile si pas informacionit të fundit, shkalla e kompensimit në çdo rast të një situate të vështirë bankare nga 2.5 milion lek do të shkojë në 6 milion lek. Në shtetet e tjera, në Bashkimin Evropian pas krizës së 2008-s, është $150.000, sepse varet nga niveli i tarë për frym. Kështu që të bëjnë kujdes, qoftë se duan siguri dhe nuk kuptojnë se çfarë ndodh fondet investime, të rinë aty. Në qoftë se kuptojnë se çfarë ndodh fondet investimeve, ti çojnë atje, por në qoftë se një fond investimesh dështon, shteti nuk ka asnjë detyrim ta kompensojë. Rrezikun e ka marrë ai që beson atë tjetrin. Kthehemi pak te këta biznesmen pa emra, se nuk dihet ende, që pritet të arrestohen. Goditet ekonomia apo jo? Shiko, për mua ekonomia nuk goditet. Pse? Sepse ju e dëgjuat fjalën e të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane. Zëja Van Horn. Ajo nuk u ankoa që shqiptarët nuk i duan investimet amerikane. Jo, nuk e thënë gjë tillë. Ajo tha nuk duam investitor që nuk respektojnë rregullat e lojës. Duam shtet ligjor, duam barazi, duam hapësira në konkurim. Pra, në momentin që goditet kjo pjesë që ka kapur shteti, sa ata shkojnë deri te kapja e shtetit, ti e kupton. Atëherë çlirohet dhe si të shtrydhet një plak të mbetur në trup. Kështu që unë jam optimist sepse çlirohet shumë para. Kur njerëzit për shembull, kur thotë kryeministri që protestat po trojnë turizmin, po mirë mos i ka mundsi kur Shqipëria ishte në flak në çdo media nga protestat me djegje të PD-s, kompanitë shqiptare thonin, jo nuk na shqetësojnë, ne janë arritur 18% pronotimet. Si ka mundsi në një protestë paqësore bjem pronotimet, është e pamundur. Kështu që do krijohet sinergji pozitive dhe do të jap një rezultate, një rritje më të qëndrueshme, më afatgjatë dhe më pozitive, që i ndan më mirë përfitimet, sepse marrin vetëm rastin e paras kriminale në ndërtim. Modeli aktual i qeverisë Rama është që Shqipëria do bëhet me shtrenjtë dhe thot me mburje, por nuk thot pjesën tjetër që shqiptarët do bëhen më të varfër. Në momentin që shkëputet ky model, ku kërkesa në treg për pasuri, ndërtesa, banimi, troje, tokë, gjë, rritet nga paraja informale dhe kriminale, kur të bie kjo kërkesë, duhet fillojnë të bien dhe çmimet. Ku bien dhe çmimet, fillon dhe rritet më shumë ekonomia. Kalojmë pak te një çështje që ju e keni shumë për zemër, një qytet nga edhe vini, qyteti i Vlorës që do jeni dhe e keni vendosur dhe mua më vjen shumë mirë që të angazhoheni për qytetin e Vlorës si kandidat i pavarur për bashkinë. Përse Arben Malaj nuk e harron asnjëherë Vlorën? Përse e keni gjithmonë për zemër dhe përse doni të prishni rahatin tuaj dhe për të vajtur në një betejë të vështirë? Shumë thjesht. Patjetër e vështirë, po jo e pamundur. Absolutisht. Shiko, madje më lejo ta bëj të plot. Unë mendoj që është shumë e mundur dhe unë besoj që duhet që Vlora të japi besimin një njeriu si Arben Malaj, po ju thyej etikën e gazetarit, po do ta them të plot. Do t'ju them një episod që më ka ndodhur me kryetaren aktuale të bashkisë. Në një tjetër televizion e kisha ftuar bashkë me kandidatin që vinte nga opozita, Dionis Sota. Po, që ishte jo fokusuar te turizmi. Po, i fokusuar te turizmi dhe për shkak të kodit zgjedhor, kandidatë e pavarur nuk lejohen të kenë kohë, duhet të kenë 3 herë më pak kohë se kandidati që vjen nga një parti politike. Ky është një tjetër diskriminim që e kanë kandidatët të ndryshimet për kodin zgjedhor. Shpresoj ta ndryshojnë sepse do t'ju prishi punë realisht. Por gjithsesi, dhe e kisha parashikuar bisedën që do ishte diku te 20 minuta zonja në fjalë edhe do ishte diku tek gati 7-8 minuta zoti Sota. Kandidatja e veçmas. Po. Për shkak të një voneje se kandidatja erdhi nuk ishte në kohë dhe i thash që do ta lëm pak më vonë. Sa pa kandidatin Sota, u trëm dhe iku praktisi studion televizive. Shiko, nuk do të të gjërat kështu individuale. Jo, po ka një gjë. U trëm nga një garë. Shiko, e njoh nga një garë pa garë. E njoh Brunën që është punëtoresh pak agresive. S'më ka ndodhur asnjëherë që dikush të mbraktisë emisionin dhe vetëm zonja Bruna më po të them për Vlorën. Tani unë jam rritur me Vlorën, edhe pse jetoj në Llakatund. Kush mund t'i harroj kujtimet kur je 7-8 vjeç, edhe shkon te Pallati i Pionerëve, vinte sekretari i parë i partisë,
t'jep një traktor plastik, do të fuzin plastikës durës, dhe ti shikon lot në sytë e prindve të tu, punojnë të thjesht nga gëzimi që... E dyta, unë e kam marrë formimin tim profesional në Llakatund të harmonizuar me faktin që kam bërë shkollën e mesme natën ekonomike në Vlorë, që jep një mësim profesorët më të mirë, që më ndihmuan të kuptoj që shteti, si funksionon shteti. Unë kam qenë 16 vjet deputet i Vlorës. Unë kandidova për kryetar bashkie në 92-shin, e thash, dhe fitova dhe raundin e parë. Unë dola dhe i pavarur për Vlorën. Kur unë kam vajtur në Vlorë dhe jam bërë pasaj drejtor banke, nuk ndodhte në kohën e komunizmit që një djalë i ri, 31 vjeç, të bëhej drejtori i degës së bankës më të madhe që ishte Banka e Shtetit Shqiptar. Pra gjithë promovimin, gjithë respektin, gjithë inspirimin e kam marrë në Vlorë. Unë nuk synoj një karike. Kam marrë ndoshta edhe më shumë se sa më takon, por vetëm një gjë i kam garantuar të gjithë. Që kur ma kanë dhënë një mandat shtetëror, unë e kam bërë së pari me atë dashuri. Unë e dua vendin tim, unë e dua Vlorën, unë e dua Shqipërinë. Kjo më dallon nga të tjerët. Unë nuk e shoh karikën si privilegj. Unë e shoh si shërbim. Ju më thot pse do ta prishësh Reatin. Po për çfarë më duhet Reati? Ma unë jam 65 vjeç. Kam vajtur deri në universitetin më të mirë në botë. Kam vlerësi maksimale për reformat në Shqipëri. Tani gjithë të eksperiencë, gjithë të përkushtim, gjithë të dashuri, gjithë të integritet, gjithë të network kudo në botë, unë do ta marr me vete në varr. Për çfarë më duhet mua qetësia? Mua qetësia edhe si tip, para... Edhe si një labi vërtet. Para 90-s, edhe në atë kohë, bërë një studim çfarë tip janë nxënësit në përshkolla, dhe ka qenë një pjusor shumë i veçantë psikologjik. Unë klasifikohesh sanguin. Tani unë nuk e ndryshoj dot. Por nuk ka vlonjat, nuk ka shqiptar, që do më thotë që nuk e kam respektuar. Unë të gjithë karrierën time, nuk i kam pyetur njerëzit jemi të majtën apo jemi e pësën. Më vin keq kur më thonë studentët tani, edhe në protest, profesor, po unë jam e PD-n. Po i thëmë, po nuk bëhet Shqipëria thjesht me socialistët. As kolegët në punë, as në ministri, as në pjesën akademike, as në pjesën e biznesit. Unë kam qenë konsulenti i pari Bashkimit Evropian për ndërmarrjet e vogla të mesme në Shqipëri në 93-shin. Dhe kisha 3 kryetar bashkie të PD-s, dhe unë kisha qenë kandidat për kryetar bashkie i PS-s, dhe ai që më përzgjodhi, shefi projektit më tha, ti s'ke punë me ata, tha, unë të kam dhjedhur unë, tha, dhe ti do punosh, dhe ata mbetën miq shumë të mirë. Do të përse nuk duhet ta vënë dispozicion të vendit tim. Dhe unë kam thënë gjithmonë dhe do ta përsëris. Nuk ka nevojë të jesh patjetër deputet, nuk ka nevojë të jesh patjetër ministër, nuk ka nevojë të jesh patjetër kryetar partie, nuk ka nevojë të jesh një profil i lartë publik partijak për të shërbyer të vendit tënd. Mjaftojnë 3 cilësi ti kesh në shpirtin tënd, jo në fasadën tënde. Dashuri të pakufishme për adeun tënd, profesionalizëm të spikatur në raport me tjerët dhe integritet të pashitshëm. Dhe për ta mbyllur gjithë diskutimin, kthehemi te protesta. E hapa me protestën, po dua ta mbyll përsëri me protestën se është një ngjarje shumë e fortë. Duhet ikë Rama apo jo? Për mua, shumë thjesht. Unë si individ i kushtoj atij dhe familjes së tij e uroj të ketë jetë gjatë dhe të shëndetshme. Si politikan, po përdor metaforën, Rama ka mbritur në stadin që është një kufon politike, që nuk i bën më mirë politikës shqiptare dhe largimi i tij i vullnetshëm do ta ndihmoj të lënë një trashëgimni. Në rast se do këmbgul deri në përplasje të fashistëve me patronazhistët apo elemente të tjerë, ky do të jetë një fund i hidhur dhe njeriu mendon për trashëgimnin, jo për paratë. Zoti Male, faleminderit. Në fund të kësaj bisede, shumë bisede bukur, jo gjithë 2 lekë tani. Ta shikojnë me vëmendje dhe ta lexojnë, pse jo ato që thot zoti Malaj, sepse është një analizë e shtrirë që në vitet 90, me epoka e ndam, dhe ja vlen ta dëgjoni. Ndërkohë, ne do takojmë në episodin tonë të radhës. Edhe një mesazh kam unë, të gjithë ata që më dëgjojnë, të besojnë që unë nuk do synoj në Vlorë për një karrige, po për një mision. Dhe ky është betim publik. Vlorën do merremi. Sapo të keni dhe programin, jam shumë kurioz. Të mbarojnë reformat njerëz. Po, kur mbaroni programin që ta keni gati, dua që ta diskutojmë në detaje bashkë. Bëjmë një emision dedikuar për Vlorën. Në Vlorë, për Vlorën. Ku të doni ju? Faleminderit. Faleminderit shumë. Jam shumë i njohur. Kënaqësi. Ndërkohë ne takojmë në episodin tonë të radhës, bëni subscribe, jepni komentet tuaja për çdo sugjerim ose vërejtje që keni, bashkë takojmë përsëri në fundjavë. Unë do të